rëndësishme është që t'jemi të kujdesshëm për ushqyerjen në 1000 ditët e para të jetës. Dhe këtu përfshihet edhe pritja e ëmbël, pra edhe shtatzënia në 1000 ditët e para të jetës së bebes, të fëmijës. Janë në fakt një sër faktorësh që ndikojnë, jo vetëm ushqyerja gjatë shtatzanisë apo në 2 vjeçarin e parë, por njëkohësisht edhe faktorë të tjerë në lojë që ndikojnë në nivelin e mikrobiotës në përgjithësi, kryesisht të zorës, por në përgjithësi të mikrobiotës së bebit të vogël, por njëkohësisht edhe të fetusit pra 9 muajt e shtatzanisë. 1000 ditët e para është një periudhë kohore që përmbledh momentin e ngjizjes të konceptimit të bebit të ardhshëm, pra 9 muajt e shtatzanisë dhe 2 vitet e para të jetës. Mikrobiota është në fakt një koncept tashmë i njohur, neve kemi dëgjuar shumë shpesh kohët e fundit, vitet e fundit, jo vetëm nga profesionistë shëndetësor dhe mjek, por njëkohësisht edhe popullata e gjerë tashmë e ka kuptuar që shëndeti jonë ndikohet përveç faktorëve gjenetik dhe faktorëve mjedisor apo ambiental, ka një aktor tjetër në lojë i cili ka qenë gjithmonë aty, por që vitet e fundit, kohët e fundit neve po e njohim më mirë. Kjo ka të bëjë me atë që ne i quajmë mikrobiot. Dhe mikrobiota përfshin tërësinë e mikroorganizmave që popullojnë organizmin e njeriut. Këto janë të vendosura kryesisht në zorë, në traktin gastrointestinal, jo vetëm në zorë, por në përgjithësi në traktin gastrointestinal, atë urogenital dhe mikrobioma dhe mikrobiota vaginale luajnë një rol të rëndësishëm për sa i përket patologjive të ndryshme apo sëmundshmërisë ndryshme apo mirëqenies së individit, pra gjendjes shëndetësore të individit, por njëkohësisht dhe ajo e lëkurës që është shumë e rëndësishme, orale e kështu me radhë. Dua të ndaj 2 koncepte, mikrobiot dhe mikrobiom, sepse ishte pyetja që doja t'ju bëja. Ç'është diferenca? Paka shumë janë një lloj, por sido që tjetë, pra kur e përdori mikrobiot apo mikrobiom, ndoshta koncepti është i njëjtë, po mikrobiota ka të bëjë me tërësinë e këtyre mikroorganizmave që popullojnë organizmin e njeriut, ku futen jo vetëm bakterjet, por janë viruse, janë kërpudha, janë protozoar, janë dhe mikroorganizma të tjera, dhe këto mikroorganizma përbëjnë rreth 37 miliard qeliza, aq sa çka një individ që peshon 70 kg pra një humane qeliza vetë njerëzore. Mikrobioma nga ana tjetër ka të bëjë kryesisht me materialin gjenetik që përfaqësojnë kjo mikrobiot, pra këto mikroorganizma. Dhe ky material gjenetik është në ndërveprim të vazhdueshëm me organizmin ton, si nga ana imunologjike, ashtu dhe fiziologjike, metabolike, endokrine, hormonale e kështu me radhë. Pra kanë një ndikim dhe na ndikojnë jetën tonë. Kemi tashmë 3 faktorë që ndikojnë pjesën e shëndetit. Roli i mikrobiotës, mikrobiomës në patologjitë e ndryshme dhe në shëndetin tonë, tashmë po mësohet dhe po njihet dhe ka gjithnjë më shumë të dhëna që i lidhen me patologji të ndryshme. Me patologji që shfaqen rrugës? Me patologji që mund të shfaqen në periudha të caktuara të momenteve të jetës së njeriut. Por dhe kanë qenë aty, nuk i kemi njohur sepse ka qenë e vështirë me mikroskop elektronik apo metoda të tjera për t'i njohur këto mikroorganizma dhe çfarë funksioni kanë, por vitet e fundit me teknika të sekuencimit gjenetik është arritur që të njihet gjithnjë më mirë dhe ka absolutisht shumë për të bërë kjo mikrobiot. Pse i kushtohet një rëndësi të veçantë mikrobiotës 1000 ditët e para? Unë këtu dua të përmend një punë shumë të madhe dhe shumë kërkimore, por njëkohësisht edhe për sa i përket ndërgjegjësimit në kuadrin e pediatrëve, por edhe të mjekëve të tjerë, të Alessio Fasano, i cili është një kërkues me origjinë italiane nga Salerno, por profesori pediatrisë në Universitetin e Harvardit, profesori nutricionit, merret me sëmundjet një figurë poliedrike, kërkues, shkencëtar, i cili mban fakt shumë role, shumë poste, dhe në një vit më përpara, në kongresin e 80 shoqatës italiane të pediatrisë, mbajti një leksion magistralis, pra një leksion për pediatrit në përgjithësi, në të cilën i vuri pikërisht rëndësi kësaj mikrobiomës 1000 ditët e para. Pse? Sepse mikrobioma që vendoset në 1000 ditët e para luan një rol të rëndësishëm në rritjen e faktorëve të rrezikut apo uljen e faktorëve të rrezikut për patologji afatgjata në fëmijën, në individin që po krijohet dhe po rritet. Pra, ajo çka bën nëna
sigurisht dhe para konceptimit, pra para momentit të ngjizjes, por që nga momenti i konceptimit, deri kur fëmia bëhet 2 vjeç, pra këto 1000 ditë të para, dhe këtu përfshihen faktorë që lidhen me nënën, që ndoshta ne do t'i shikojmë në gjërësi më poshtë. Pra, faktorët nutricional të nënës, mënyra se si nëna është ushqyer, mënyra se si nëna po e kalon shtatzanin, ka kaluar apo jo infeksione, si është gjendja inflamatore e nënës, çfarë medikamente shmerr, çfarë suplemente shmerr, a është trajtuar me antibiotika apo jo, që është një faktor shumë i rëndësishëm, çfarë ka ndodhur me organizmin e nënës gjatë shtatzanisë, më pas, si është ndjekur shtatzania, si është trajtuar shtatzania, si është procesi lindjes, është lindje me rrugë vaginale apo me seksosezarja. Se këto të dyja forma lindjeje do të ndryshonin Absolutisht që po. mikrobiotën e bebit? Absolutisht patjetër që po, dhe ka një diferencë jashtëzakonisht të madhe midis 2 mënyrave të lindjes. Po trakti tretë është në brendësi të bebit. Është ndryshe mikrobiota për gjithë mikrobiotën e bebit në tërësi. Absolutisht është një faktor shumë i rëndësishëm mënyra e lindjes. Sigurisht, dhe unë absolutisht që nuk dua të paragjykoj profesionist, mjek, nuk duhet paragjykoj nënat për mënyrën se si zgjedhin të lindin, por absolutisht informacioni shumë i rëndësishëm. Nëse ka indikacione mjekësore, absolutisht që do lindin me seksosezarja, por nëse nuk ka indikacione mjekësore dhe nuk është totalisht e domosdoshme, ti i ke shtuar një faktor pozitiv mikrobiotës, apo ke hequr një faktor pozitiv, pra ke luajtur deri diku me mikrobiotën për mënyrën se si zgjedh të lindësh. Sepse nëse do të ishte lindje vaginale, çfarë ndodh me... Atëherë, është parë dhe është në shumë evidenca, në shumë studime, gjithnjë më shumë që po dalin në pak kohët e fundit, që mënyra se si lind bebi individi ka një ndikim të madh në nivelin e mikrobiotës së fëmijës që lind. Nëse lind me rrugë vaginale, pjesa më e madhe e mikroorganizmave që popullojnë bebin duke filluar që nga lëkura në nivelin e gojës, në kavitetin oral, por njëkohësisht dhe kryesisht në zorë, sepse mikrobioma e zorës është shumë e rëndësishme, është absolutisht e rëndësishme në këtë pjesë, është ndryshe fëmia që lind me rrugë vaginale dhe ndryshe ai që lind me seksosezarja. Bebi që lind me rrugë vaginale ka mikrobiomën kryesisht që ndodhet, pra popullohet me mikroorganizma që ndodhet në vaginën e nënës, por evidenca dhe studimet të viteve të fundit i vën theksin dhe mikroorganizmave të cilët vinë nga zona perianale e nënës. Pra popullohet kryesisht nga mikroorganizma që vinë nga zona perianale, pra zona rreth rrotullzorës së nënës, dhe njëkohësisht nga vagina. Jo vetëm kaq, por mbasi lind me rrugë vaginale, bebi pastaj ka faktorë të tjerë në lojë, nëse bëhet kontakti lëkurë me lëkurë, mënyra se si ushqet me gjia apo jo. Bebi që lind me seksosezarja kryesisht popullohet me mikroorganizma që ndodhen në mjedisin rrethues në cilin ai lind. Pra në dhomën e operacionit spitalore në cilën lind bebi. Është parë dhe është vërejtur nga studime të shumta që mikrobioma e nënës që përgatitet të lind, sigurisht që ndryshon për gjatë gjithë shtatzanisë, që nga momenti që nëna ngel shtatzan, nëna pëson ndryshime hormonale, imunologjike, metabolike, fiziologjike, dhe komplet mikrobioma asaj në 9 muaj shtatzan është ndryshe nga ajo që ka qenë përpara shtatzanisë. Ky ndryshim është gjithnjë më shumë i theksuar dhe merr një kuptim të madh dhe ndryshon tërësisht, sidomos në 3 mujorin e fundit të shtatzanisë. Pra përshtatet. Përshtatet dhe ndryshon pikërisht. Dhe është parë që kjo përshtatje është e përcaktuar gjenetikisht nga mijëra vite evolucion. Pra ndryshon mikrobioma si e zorës së nënës dhe kryesisht e vaginës së nënës. Popullohet kryesisht nga laktobacile, të cilat pastaj do të shkojnë dhe do të popullojnë pikërisht bebin që do lindi. Pra si të thuash, trupi vetë vepron në mënyrë të tillë, është ndërtuar nga Zoti, nga natyra, nga filogjeneza, për ta pasuruar fëmijën në ato që i duhet në fakt. Do të luajë një rol të rëndësishëm për shëndetin. Dhe tani më ka evidenca edhe se bëhet fjalë për këto 2 zona, vaginale dhe anale. Ndryshon mikrobiota e nënës komplet. Edhe në pjesën orale. Ka evidenca dhe studime që mikrobiota e zorës
jo vetëm që ndryshon në 3 mujorin e fundit të shtatzanis, por ndryshon edhe për gjatë gjithë kohës që nëna ushqen beben me gji. Dhe mendohet që mikrobiota, pra mikroorganizmat që nëna jep nëpërmjet gjirit bebit, të kenë origjinën e tyre kryesisht në zor. Pra shkojnë dhe popullojnë gjëndrat mamare, popullojnë qumshtin në mënyrë që më pas bebi të ushqehet. Është parë që nënat të cilët kanë një alterim, ndryshim të mikrobiotës së tyre vaginale në 3 mujorin e fundit të shtatzanis, një disbioz, pra një alterim, një diversitet ndryshe nga ajo që duhet të ketë, për shembull një faktor ulja dhe reduktimi i ndjeshëm i nivelit të laktobacileve në nivelin e mikrobiotës dhe florës vaginale, të predispozojë për lindje preterm apo lindje të parakoshme. Më pas, kush e ndikon mikrobiotën e bebit? Fakti nëse nëna, pra gjithë të faktorë që lidhen me nënën, gjendja nutritive e nënës, e gjithë ato që përmendëm, ka marrë apo jo antibiotik gjatë shtatzanis, ka marrë apo jo mjekime gjatë shtatzanis, dhe një faktor tjetër, si është gjendja metabolike e nënës, pra nëse nëna ka diabet, smundje kronike si diabet, qoftë ky dhe gestacional, pra diabet të shtatzanis, apo nëse nëna është bipesh, ka obezitet, edhe kjo ndikon në ndryshimin e mikrobiotës, po flasim vetëm për mikrobiotën e nënës në përgjithësi. Është parë gjithashtu vitet e fundit që nëse nënat edhe nëse nuk kanë diabet të shtatzanis, edhe nëse nuk kanë bipesh gjatë shtatzanis, nëse kanë një dietë shumë të pasur me yndyrna, flasim për një dietë jashtëzakonisht të pasur me yndyrna, kanë alterime të mikrobiotës së zorës. Pra, edhe dieta duhet jetë e ndryshme, po ndoshta nutricionistët do të flasin më tepër për këtë pjesë. Më pas ndikon në këtë mikrobiot momenti i lindjes. Sigurisht gjitha faktorët që lidhen me pjesën e lindjes që ndikojnë pozitivisht apo negativisht, por ama ndryshe është një bebe që lind në term, dhe ndryshe është një bebe që ka lindur para kohe pra preterm, sepse bebja që lind preterm, jo vetëm që nuk e gjen nënën të përgatitur nga ana e mikrobiotës, pra nuk ka arritur fundin e shtatzanis dhe janë maturuar sistemi i saj, në gjithë faktorët që kanë ndikuar, por bebja që lind preterm i nështrohen, qëndron një periudhë shumë gjatë kohe të shkurtër apo të gjatë në repartin e terapisë intensive, por njëkohësisht trajtohet me medikamente, me antibiotikoterapia, apo me faktorë të tjerë të cilët i alterojnë dhe bëjnë shumë të ndjeshme dhe të predispozuar për të pasur një alterim apo një ndryshim të mikrobiotës. Më pas në 2 vitet e para të jetës, 2 momente të tjera shumë të rëndësishme janë e para ushqimi me gji apo me ushqim formul, dhe nëse juve do të më pyesni kush është një nga faktorët kryesorë që ndikon në këtë 1 ditëshin e parë, pra tham nëna, bebja, gjitha me radhë, ushqyerja me gji apo ushqyerja me formul janë faktorë që janë i vëmvullën, janë faktorë vendimtar. Ushqyerja me gji është një faktor kryesisht 6 muajt e parë, por sigurisht dhe më tej, por kryesisht 6 muajt e parë. Janë një nga faktorët kryesorë që i vëmvullën formimit apo jo të një mikrobiote normale, të një mikrobiote të duhur, ashtu si që duhet të jetë. Pse? Sepse ushqyerja me gji predispozon zhvillimin e një flore bakteriale ashtu si që duhet bebit për të ndryshuar sistemin imun, për të trajnuar sistemin imun, për të mësuar sistemin imun të funksionoj ashtu si që duhet të jetë. Më pas, moment tjetër shumë i rëndësishëm, është fillimi i ablaktacionit, pra ndërprerja ushqyerjes totale me gji apo me formul, dhe fillimi i ushqimeve shtesë. Mënyra se si ne ushqejmë beben nga mbas 6 muajve të parë, deri në 2 vjeçarin e parë, po themi 3 vjeçarin e parë, sepse nga mosha 2-3 vjeçare, mikrobiota e zorës e një bebeje të vogël, por edhe sistemeve të tjera, bëhet dhe i afrohet asaj të një adulti, sigurisht pastaj që ka një ndikim jashtëzakonisht të rëndësishëm në këtë pjesë. Dua të them dhe një gjë. Pse kjo mikrobiot në 1000 ditët e para ka këtë ndikim kaq të rëndësishëm? Sepse është parë që mikrobiota në 1000 ditët e para përgatitet dhe mëson fetusin dhe më pas bebin, fëmijën deri në 2 vjeç, se si të ndërveproj, të bashkëpunoj, të ndryshoj, të taroj, po themi, nuk di çfarë shprehje të përdor, sistemin imun.
dhe sistemi imun mësohet, edukohet, shko në shkollë këto 1000 ditët e para për të mësuar se si do të reagoj më pas për gjatë gjithë jetës. Dhe ku qëndron kjo që sepse pjesa më e madhe prej nesh e mendojnë sistemin imun dhe kuptojnë dhe mendojnë që sistemi imun është një sistem i cili duhet të reagoj, të mbi reagoj ndaj patogjenve, ndaj sulmeve, sigurisht që po, sepse e mbron organizmin e një qenie njerëzore kundrejt sulmeve të jashtme, që mund të jenë mikrobike, virale, ku diun me radhë. Por ama sistemi imun ka dhe një detyrë shumë të rëndësishme, që është po kaq e rëndësishme dhe është parë ndoshta edhe më shumë e rëndësishme se sa mbrojtja në këto 1000 ditët e para. Duhet të mësohet të reagoj, por jo të mbi reagoj. Çfarë do thotë kjo? Do të thotë që sistemi imun nuk duhet të reagoj më shumë se ç'duhet ndaj mikroorganizmave, patogjenve apo ndaj faktorëve të ndryshëm që mund të ndikojnë. Sepse pikërisht, sepse duke mbi reaguar, rriten proceset inflamatore në organizëm. Pra, vetë organizmi, duke pasur një sistem imun që është mbi reagus, rrit proceset inflamatore. Dhe këto procese inflamatore janë baza e çdo sëmundje kronike. Ne kemi në dorë këtë gjë për të qenë sistemi imunitar jo mbi reagues? E kemi në dorë dhe kjo është ndryshimi dhe dhënia e çdo lloj oportuniteti, çdo lloj mundësie mikrobiotës 1000 ditët e para që të mos mbi reagoj. Të them dhe një fakt të rëndësishëm për ushqyerjen me gjë, sepse e kam shumë të rëndësishme. Çfarë roli ka ushqyerja me gjë pikërisht në këtë mos reagimin e sistemit imun? Po e them shkurt. Në nivelin e qumshit të gjerit të nënës, formohen disa, do me thënë, nëna i jep qumshtin bebit dhe nëpërmjet qumshit i jep disa ato që quhen HMO, human milk oligosaharide, janë disa sheqerna, po themi, të cilat shkojnë, bebi i thith nëpërmjet qumshit të nënës, shkojnë vendosen në zorë nuk shpërbëhen dot në mënyrë totale, dhe bifidobakteriet që janë në zorë i shpërbëjnë dhe formojnë ato që quhen acidet yndyrore me zinxhir të shkurtër. Janë acidet yndyrore me zinxhir të shkurtër që të cilat formohen pikërisht nga këto përbërës, oligosaharidet nga qumshti i nënës, që e trajnojnë sistemin imun të mos mbi reagoj. Prandaj është shumë e rëndësishme ushqyerja me gjë 6 muajt e parë. Duke ditur këtë faktor, gjithnjë më shumë, tani më firmat farmaceutike po përpiqen të prodhojnë qumësht formul të cilët të jenë të pasura, por jo në mënyrë natyrale me HMO-t, pikërisht me këto oligosaharide, që të afrohet sa më shumë në mënyrë që të afrohet pikërisht sa më shumë me qumshin e gjerit të nënës. Prandaj është shumë e rëndësishme 1000 ditët e para, sepse e trajnojnë sistemin imun të mos mbi reagoj dhe të mos ketë inflamacion të shtuar në organizëm, i cili më pas është baza e diabetit, sëmundjeve autoimune, çrregullimeve alergjike, astmos, dermatitit atopik, celiakis, çrregullimeve të tjera gastrointestinale, patologjive të tjera, duke futur këtu dhe çrregullimet e neurozhvillimit të autizmin, apo dhe ADHD-n. Sepse Fazano, i rikthehem prap, jo më pak ditë më përpara, studiuesi, publikoi një tjetër studim që lidhte disbiozën apo alterimin që ka absolutisht shumë evidenca të mikrobiotës dhe mikrobiomës së zorës, pikërisht me rritjen e riskut, jo faktor etiologjik apo shkaksor direkt, të rrezikut për autizëm apo për çrregullime neurozhvillimi. Mirë, do t'i kthehemi kësaj, sa po bëjmë një shkëputje të vogël publicitare dhe do të kalojmë pastaj te Hyrida, e cila do të ndalet te kjo rëndësi e 1000 ditëve të para të jetës. Duke nisur në fakt që nga ky ndoshta stil jetese, po mbi të gjitha edhe problematikave që mund të ketë hasur nëna gjatë shtatëzënisë, se si mund të ndikojë në fakt tek mikrobiota e bebit dhe të gjitha detajet. Më pas do t'i trajtojmë kur të kthehemi. Qëndroni me ne.